Krokodil për të ruajtur burgjet, Izraeli hap rrugën për planin kontrovers. Izraeli thuhet se i ka klasifikuar krokodilët e Nilit si kafshë të kujdesura, duke hapur potencialisht rrugën për përdorimin e tyre si pjesë e sigurisë së burgjeve. Propozimi kontrovers për të rrethuar burgjet me hendeqe të mbushura me krokodil thuhet se u propozua në fund të vitit kaluar nga ministri i sigurisë kombëtare i ekstremit të djathtë Itamar Ben Gvir, i cili argumentoi se zvarënikët do të forconin sigurinë dhe do të pengonin përpjekjet e arratisjes. Plani fillimisht u konsiderua ligjërisht i paralizueshëm nga autoriteti natyrës dhe parqeve të Izraelit, sepse krokodilët e Nilit klasifikoheshin si kafshë të egra që mund të mbaheshin vetëm në kopshte zoologjike dhe rezervate të kafshëve të egra. Kjo pjesë ligjore thuhet se u hoq këtë javë, kur ministri i mbrojtjes së mjedisit Idit Silman e riemërtoi krokodilin e Nilit si një kafshë të egër të kujdesur, raportuan mediat izraelite të premten. Klasifikimi i ri lejon që zvarënikët të mbahen në një gamë të gjëra ambientesh, duke përfshirë potencialisht edhe burgjet. Emërtimi i ri thuhet se vjen pavarësisht paralajmërimeve nga këshilltarja ligjore e ministrisë, e cila i tha Silman se nuk kishte autoritet për të vendosur në mënyrë të njëanshme mbi statusin e krokodilëve dhe për të hedhur themelet për vendosjen e tyre në burgje. Disa javë më parë, Ben Gvir dhe Silman thuhet se zhvilluan një takim me këshilltaren ligjore dhe shefen e autoritetit të natyrës dhe parqeve Raja Soraki, duke i shtyrë ata që të pranonin planin e dyshimt. Sipas raportimeve të medias izraelite, Ben Gvir dëshiron t'i prezantoj fillimisht zvaranikët në burgun Ketziok, një qendër burgimi në Izraelin jugor që mban kryesisht të burgosur palestinez. Pasi ai e paraqiti propozimin për herë të parë, shërbimi i burgjeve të Izraelit IPS e shqyrtoi atë dhe dërgoi oficer në fermën e krokodilëve Hamat Gader në fillim të janarit për të njohur me zvaranikët. Sipas njoftimeve, IPS e priti propozimin e ministrit në mënyrë të favorshme, duke marrë në konsiderat zgjedhjen e ekzemplarëve më të vegjël që do të kushtonin rreth $8,000 për kokë, në vend të zvaranikëve më të vjetër që do të kushtonin rreth $20,000. Kjo është një shumë relativisht e vogël krahasuar me investimin në siguri që kërkon një burg, dhe rezultate do të ishin më të mira, tha një burim i IPS për gazetën Mariv në atë kohë, duke shtuar se zvaranikët e vegjël gjithashtu të rrezikshëm përfundimisht do të riteshin brenda kompleksit të burgut.